Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet përshëndet vendimin e gjykatës kushtetuese për shpalljen e antikushtetueshmërisë së termit kombësi në ligjin për gjendjen civile. Në bazë të këtij vendimi, Shqipëria u atashohet vendeve perëndimore, ku koncepti kombësisë nuk është i lidhur me konceptin e etnisë, por me atë të shtetësisë. Në këndvështrimin ton, ky vendim është i drejtë dhe ka ardhur në kohën e duhur. Për sa i përket censusit, PDI-u i bën thirrje instat që të zbatojë amendamentet tona që janë detyrim ligjor në bazë të ligjit për censusin, duke verifikuar dhe ballafaquar të dhënat e grumbulluara gjatë censusit me regjistrin kombëtar të gjendjes civile. Ndërkaq, i bëjmë thirrje instat të verifikojë të dhënat mbi hyrjedalje në Republikën e Shqipërisë, në mënyrë që të garantohet se asnjë jo rezident nuk do të përfshihet në statistikat e censusit. Në këtë mënyrë, garantohet që asnjë abuzim të mos zhvillohet mbi të dhënat që do të rezultojnë nga censusi i popullsisë.